A ke ndjerë ndonjëherë si kur gjithçka të largohet prej teje, por një ndjesi në shpirt të thot, qëndro. Ajo është mëshira e Allahut. Nëse Allahu të do, ai do të përballë me vështirësi, jo për të të thyer, por për të të përkulur para tij. Ndonjëherë Allahu të privon nga njerëzit që i do më shumë, që të kuptosh se ai është i vetmi që nuk të lë kurrë. Ai të vendos në errësirë që ti ta kërkosh dritën tek ai. Kur jeta bëhet e rëndë, është sepse Allahu dëshiron të flasësh me të më shumë, të jesh më afër tij, të jesh rob, jo vetëm me fjalë, por me shpirt. Nuk ka pasuri që krahasohet me dashurinë e Allahut, as sukses që ja vlen, nëse nuk e ke atë në zemrën tënde. Ai të mëson përmes çdo dhimbjeje, të rrit nëpërmjet çdo dështimi, dhe të mëshiron edhe kur ti nuk e meriton. Kujtoje këtë. Allahu të do jo për atë që bën, por për atë që je, një krijesë që ka nevojë për të. Mos u dorëzo, sepse ai që e krijoi zemrën tënde e di saktësisht si ta shëroj.